Përshëndetje miq, jam në podcastin e radhës. Unë jam sot me Floriana Garon. Nuk ka nevojë fare ta prezantoj. Florian, faleminderit që pranove. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, të kam ndjekur gjatë gjithë kohës, pavarësisht se me një diferencë shumë të vogël moshën e të dyja, por që do veçoj këtë mirësinë, buzëqeshjen, vlerat, këto që neve dëshirojmë ti paraqesim në këtë podcast që kemi nisur dhe ku më mirë se sa Floriana mund të gjejë të gjitha kështu si mozaik bashkë i gjejmë aty. Faleminderit shumë Fatjona, unë fakt ju përgëzoj sepse siç po thoshim edhe më përpara kur u takuam, është një mundësi e jashtëzakonshme për gjithë ata shpirtrat e lirë që të kenë hapësirën e tyre përmes podcasteve dhe emisioneve online që të shpalosin vlerat dhe idet. Sikur të kam thënë edhe kur kemi komunikuar, në fakt këtë temë me ty dua ta zhvilloj duke u referuar pak edhe duke u drejtuar pak edhe të rinjve, rinis. Unë do ndalem tek Floriana e para disa viteve, dua të shoh në kohën kur ti ishe në gjimnaz. Si ishte Floriana gjimnaziste? Unë kam pasur 2 periudha në gjimnaz, kam patur periudhën në Shqipëri, ku kam qenë vit parë në shkollën Ajm Frashëri në Durrës, pas kemi qenë në të njëjtën shkollë. si vajza e drejtorit të shkollës, në fakt në atë kohë. Kush ka qenë Sofoklit Garo ishte babai, Po, është babai po, im që ishte po, drejtori i shkollës në atë vit ku unë isha gjimnaziste vitit parë. Dhe ndihesha sigurisht e privilegjuar deri diku edhe krijova miqësi shumë të mira, shkolla ishte shumë e fortë, shumë e rrethtë edhe unë ndihesha mirë në atë kohë. Pastaj ne fituam llotarinë amerikane dhe në vit dytë gjimnaz shkova në Amerikë. Shkova në Amerikë në një shtet shumë të izoluar që quhet North Dakota. Dhe aty bëra 3 vitet e tjera të gjimnazit, por me një përjetim tashmë ndryshe. Ajo Floriana e privilegjuar nuk ishte më e tillë. Unë pata një periudhë, do thosha, të vështirë përshtatje. Jo përshtatje me Amerikën, se ndoshta me Amerikën u përshtata pak më shpejt, por me kulturën pata një culture clash, do të thoja. Një përplasje mes kulturës shqiptare dhe kulturës amerikane që nuk merrti shumë thjesht. Shtova shumë në pesh, pata ndoshta edhe ato problemet e adoleshencës, edhe megjithatë me mësime isha mirë, në volejboll isha mirë, po nga ana emocionale dhe shpirtërore nuk do të thosha që kam pas vitet më të mira. Ato 3 vjet. Pastaj në shkollë të lartë ndryshoj. A bullizonin amerikanët? Po, sigurisht. Bullizonin. Je ndjer ndonjëherë? Jam parë ndryshe, do thosha, nuk ndihesha mirë për shkak të marrjes së peshës në atë kohë, do të thoja. Por përveç kësaj, fakti që nuk isha mësuar me kulturën e tyre, që nuk e flisja për një herë rrjedhshëm anglishten, mu deshkoj që ta mësoja. Fakti që isha shumë me zonja dhe shumë e mirë në volejboll në krahasim me vajzat e tjera atje dhe më shikonin pak si me frikë deri diku. Pra unë isha një outsider, nuk është se u përfshiva shumë kollaj, do të thosha. Si ndryshuan ëndrat e Florianës kur ishte këtu në Shqipëri, në tokën e saj dhe më pas si një emigrante e vogël në 10 huaj? Unë kam pas gjithmonë ëndra. Kam qenë gjithmonë shumë me ëndra të mëdha, e motivuar për të arritur sa më shumë. Dhe Amerika hapte një botë mundësish që nuk e kishim imagjinuar këtu në Shqipëri. Megjithatë, thellë edhe përpara gjimnazit, unë kam ditur se do ikja nga Shqipëria, do shikoja, do më hapeshin mundësi tjera. Dhe kështu ndodhi në fakt, e çuditshme, disa gjëra ndihen edhe përpara se sa të vinë, por do të thosha që mbas kësaj periudhe të vështirë që pata si gjimnaziste, kjo më bëri më të fortë, edhe se varet se si përjeton edhe periudhat e vështira. Edhe në rastin tim, unë duke qenë ngulmuse dhe duke qenë ambicioze për të ecur përpara dhe për të zhvilluar më shumë, me përdora në të mirën time këtë gjë, edhe atë vështirësi pastaj thjesht më bëri më të fortë edhe Çfarë ndodhi më pas në Amerikë? Unë u zhvendosa në New York dhe nisa universitetin në New York, krejt e vetme, pa prindrit qëndruan në North Dakota. Dhe unë punoja, luaja volejboll, shkoja në shkollë, pra i bëja të gjitha, isha shumë. Çfarë punë bëja atëherë? Kamariere, kam punuar, kam thënë dhe më përpara një podcast tjetër.
kryesisht kamariere kam punuar. Pastaj kishte edhe disa Si jetë restorante studentore, bënin edhe catering për këto evente të ndryshme ku duhet shërbeje dhe po kjo ishte kryesisht puna që e bëja on the side, pra anash, sepse kjo më lejonte pastaj që edhe të studioja, edhe të luaj volejboll. Edhe ishte një mënyrë për të përballuar jetesën. Sigurisht si çdo student. Si çdo student, si çdo emigrant edhe atëherë në fakt shihej çuditshëm sepse në Shqipëri nuk është se pranohej kaq shumë kjo gjë. Më shikonin dhe çuditshëm, po si mund të punosh ti kamariere kështu. Por jo, për mua ishte një mënyrë lirie edhe nuk e kam patur kur problem përkundrazi dhe më vjen mirë që edhe këtu në Shqipëri ka ndryshuar mundësia. Dhe tani shoh plot vajza të reja që punojnë edhe që nuk e kanë as pak për turp edhe ashtu. Madje bëjnë edhe dy punë edhe ashtu duhet jetë edhe më vjen mirë. Më vjen mirë që edhe Shqipëria dhe Tirana ka arritur në atë pikë që mos ketë më probleme. Nëse Floriana do të kishe përballë vetes tënde këtë Florianën adoleshente, vajzë e re, e parrahur me jetën, çfarë do t'i thoje sot? Do t'i thoja që t'i shijoj momentet, sepse çdo fazë edhe e vështirë kalon dhe nxjerr mësimet e veta. Dhe ndonjëherë në fazat vështira njeriu do sikur ti shmang edhe ti fshi ato gjëra që nuk i pëlqejnë ose që nuk po shkojnë ndoshta ashtu siç i kam imagjinuar ose siç i kam menduar. Por në fakt nuk duhet patur kjo qasje dhe kjo pjekuri më ka ardhur me kohën. Dhe mendoj që gjithçka është mësim në jetë dhe mendoj që mësimet duhen përjetuar ashtu siç duhet për të marrë më pas dhe për të përdorur për mirë. Për çfarë të ka marrë më shumë malli? Për çfarë më ka marrë malli? Nga jeta atje. Nga jeta atje. Okay. Jemi akoma në Amerikë. Për jeta atje më ka marrë malli liria e të qenit vetëm, pa impenjime, pa angazhime, përtej vetes time. Unë tani jam bashkëshorte, jam nënë e 2 fëmijëve, kështu që koha është shumë e limituar, ndërkohë që New Yorku t'jepte atë idenë që mund të arrish gjithçka, që gjithçka e ke përpara, jeta është përpara, mundësit janë të pafundme dhe një ndjesi e jashtëzakonshme. Kam përjetuar shumë, pra nëse në North Dakota, në periudhën e gjimnazit kam patur një kohë të vështirë, New Yorku ka qenë rikuperoi komplet atë. Ndryshe si përjetim për mua. 5 vitet që kam jetuar atje kanë qenë ndër vitet më të bukura të jetës time dhe ku jam ndjerë vërtet e lirë, jam rritur shumë në çdo aspekt, kam mësuar shumë, kam parë botën, siç mund ta ofroj vetëm New Yorku ta shikosh. Dhe kjo më ka bërë që ti relativizoj gjërat e tjera që më vinë. Sot mami 2 fëmijëve, një djaloshi të voçkël dhe një vajzë që është shumë e bukur. Bashkëshorte, gjithashtu dhe zonjë në karrierë. Me çfarë po merresh tani, përveç se je përfshirë edhe në politikë, më thuaj ti. Por prandaj po them, podcast i Elevate, në politikë po, çfarë po bën tjetër? Çfarë nuk e thën, na e thuaj ne. Jo, nuk po bëj gjë tjetër. Këto janë mjaftueshëm. Pra, unë vijoj që të jem politikë si zëdhënëse e Partisë Demokratike, kam nisur një nismë të re, emisionin tim Elevate në YouTube, i cili për hir të vërtetës më bën shumë të lumtur, sepse kam hapësirën time ku unë të shprehem, të flas, të komunikoj edhe mendoj që komunikimi ka qenë gjithmonë ndër pikat e mia të forta. Edhe më të bukurat. Edhe lidhja me njerëzit edhe me audiencën, edhe jam munduar gjithmonë që të përçoj një mesazh pozitiv dhe lartësues, dhe prandaj unë emisionin e kam quajtur Elevate. Elevate do të thotë lartësim. Dhe pikërisht këtë kam dashur që të bëj. Dhe fakti që e bëj vetë ashtu siç dëshiroj, edhe nuk kam dikën mbi kokë që të më thotë duhet bërë kështu. Si e ka pritur audienca jote? Shumë mirë. Shumë mirë. Është emision i ri, pra ka më pak se sa 3 muaj që ka nisur, e megjithatë është po shkon shumë mirë, sepse unë besoj që jam një figurë e konsoliduar tashmë në botën publike dhe shqiptare, kështu që
ka qenë pak më e thjeshtë, do thosha, për audiencën që të lidhet me mua, duke gjetur një lloj vazhdimësie e çuditshme, sepse pavarësisht se unë u shkëputa 8 vjet më parë nga televizioni, shkova në Zvicër 4 vjet jam marrë me politikë, pra rikthehem pas 8 vjetësh, duket sikur koha s'ka kaluar ndonjëherë edhe e vazhdon aty ku e ke lënë. Si e priti doktori këtë emisionin tënd, të pyes shumë mirë, ka qenë shumë pozitiv, edhe ai në fakt gjithmonë më ka nxitur që ose më ka lënë që t'jem vetja, pavarësisht se politika në një mënyrë ose në një tjetër tenton që të ndryshoj edhe të fusë në ca labirinte të tjera ndoshta, që një profil si puna ime që janë ndoshta pak më pozitive, si natyrë, e ka pak të vështirë që të lundroj në këto kanale, do thosha. Prap, unë e kam patur objektiv që të qëndroj vetvetja, edhe e kam patur edhe si mision që të sjell një model të ri në politikë. Në fakt. Faleminderit. Kur dalin lajmet nga Partia Demokratike duke buzëqeshur dhe me një lloj pozitiviteti. Shiko, jo, nuk do të thosha sepse varet se çfarë lajmesh dalin edhe lajmërime kështu për ne gazetarët. Denoncimet edhe kështu nuk mund t'i bësh duke buzëqeshur dhe nuk përkon, por ama politika mendoj që ka hapësira edhe për të motivuar, edhe për të promovuar, edhe për të dhënë alternativa, dhe mendoj që unë futem më shumë të ky profil, dhe këtu kam dashur që të futem më shumë, edhe këtu përkoj më shumë. Dhe mendoj që duke dhënë një shembull përmes kësaj mënyre që unë jam, dhe duke patur edhe këtë hapësirë edhe nga kryetari i partisë, jam ndjer mirë, kam patur dhe ato luhatjet e mia, nuk do thosha që jo, por që përmes elevate tani arri që ta çoj edhe më tutje, pra atë komunikim që unë kam dashur që të bëj. Kolegët në Partinë Demokratike, ke një mike të ngushtë aty që kur shkon për ditë për shembull ose kur bën muhabet thua që gatova këtë për drek sot. Jo, ndoshta këto biseda nuk i bëj. Unë shkoj shumë mirë edhe me drejtorin e komunikimit, Alfred Lelën, dhe bashkë ndajmë shumë biseda të ndryshme, politike po jo vetëm, po deri te gatimi jo, sepse ai nuk është shumë interesuar për këtë gjë. Po megjithatë, kam edhe disa mikesha të tjera, nga të cilat që kanë shumë më gjatë sa unë politik, nga të cilat edhe marr mësime, edhe këshilla, edhe sado që politika është një ambient i ashpër, e kam thënë dhe më parë, ku çdo kush është për vete, pra nuk është se ndajnë këshilla dhe kaq shumë, por që unë e gjej mënyrën për t'i marrë ato që dua. Ke të armët e tua që i përdor. Do të pyes në fillim për të rinjt në politikë, për më tepër në Partinë Demokratike, dhe më pas tek të rinjt në përgjithësi dhe ky lumi i largimit të të rinjve. Ndalemi tek e para. Të rinjt si pret Partia Demokratike? I pret mirë, i pret shumë mirë në fakt. Gjejnë mënyrën të rinjt përmes njëri tjetrit që të tërheqin njëri tjetrin, edhe thonë hajde se është dhe ky aktivitet, gjatë fushatave sigurisht që kjo ndodh më kollaj, edhe më thjesht, edhe të rinjt sigurisht kanë qenë në fakt një simbol i fushatës tonë të fundit, të zgjedhjeve të kaluara, dhe ku të rinjt e gjetën veten, dhe në fakt në çdo prezantim ishin të rinj, mbas kryetarit ishin të rinj, në çdo qytet ishin të rinj, dhe ne na pëlqeu kjo. Ju organizoni edhe shumë parti me sa di unë, edhe kërceni të gjithë aty, nuk e di. Tani unë nuk jam pjesë e këtyre organizatorëve, ndoshta duhet të pyesësh ta tjerët. Jo, i kam ndjekur unë ato. Por që janë bërë, është vërtet. Janë shumë fani aty, kalojnë bukur. Dhe të rinjt e duan këtë gjë, e duan këtë gjë, dhe e rëndësishme është, dhe unë këtë ju them, e rëndësishme është që gjithçka të shijohet për atë që është. Sepse ndonjëherë ka të rinj, dhe kam takuar edhe të reja që kanë ambicie shumë të mëdha, dhe ndonjëherë ambicjet shumë të mëdha nuk përkojnë me moshën, sepse mosha
sigurisht do që ti të kalosh disa gjëra. Pazat. Çdo gjë me mosh, kot nuk thon. Jo, edhe mirë është që të jetë me mosh. Mirë është që ti. Okej, mund të ketë shembuj të jashtëzakonshëm, por jo domosdoshmërisht janë të mirë. Unë do thosha që kur je i ri në politik, mëso sa më shumë, njeh sa më shumë njerëz, kupto sa më shumë se si funksionojnë gjërat dhe pastaj më vonë merri më të mirat gjithçka dhe pastaj ndërtohesh. Dhe pa e prishur Terezin shumë, pa e përjetuar shumë. Përjetimet e tepërta nuk janë asnjëherë shumë mira. Po të rinë sot, Floriana, si shikon? Shqiptarët, jemi dëshmitar, ka shumë, po largohen shumë, për një arsye qoftë ekonomike, qoftë shkollimi, rasti më i keq nuk marrin shërbimet shëndetësore. Domethënë, e shikojmë një rrjedhje të popullsisë. Absolutisht. Si e shikon këtë? Shikoj shumë problematike, shumë problematike. Unë mendoj që të rinjt janë të predispozuar në përgjithësi që të lëvizin dhe të ikin. Pse? Sepse një ri, ashtu si dhe unë dikur, duan që të shikojnë botën, të eksplorojnë edhe të shikojnë edhe mundësi të tjera. Bota në Shqipëri është e limituar, por mbasi shikojnë botën, çdo i ri duhet ketë zgjedhjen për të ardhur edhe për të punuar në vendin e tij, edhe për të kontribuar në vendin e tij, edhe për të jetuar pranë njerëzve të dashur, edhe pranë në një vend me diell, me jetë, me siç është Shqipëria në fakt. Me gjitha të mirat. Me gjitha të mirat. Dhe kjo mundësi nuk ofrohet në Shqipëri, sepse punësimi është i limituar, pavarësisht se të rinjt kanë mundësi edhe të krijojnë sipërmarrjet e tyre dhe bota po ndryshon, nuk po them, por nuk e kanë të thjesht që të punësohen, çmimet janë shumë të shtrenjta, banesat janë shumë të shtrenjta, si me qira, si për t'u bler me një kredi, kështu që nuk është një jetë e thjeshtë. Ma thon shpesh që edhe në përbot nuk e ke shumë kollaj që të blesh një apartament. Por ama pagesa më të larta, pagesat i ke më të larta, çmimet e ushqimeve i ke më të ulta se sa këtu dhe prap ti arrin të menaxhosh. Sidomos në qytete jo shumë të mëdha, se sigurisht në çdo metropol pastaj çmimet mund të jenë pak më të larta, por është mundësi, duhet jetë për Shqipërinë mundësia e zgjedhjes që nëse ti mbas eksperiencës tënde jashtë do të kthehesh në vendin tënd, kjo mundësi duhet jetë dhe aktualisht nuk është. Dhe çfarë bëjnë njerëzit? E shohin shpëtimin jashtë. Duan të ikin, dhe mendojnë që do zgjidhin jetën e tyre dhe do t'i zgjidhin gjithë hallet duke u larguar dhe duke ikur. Po në fakt unë e kam provuar emigrimin. E kam provuar emigrimin dhe kam ikur dhe në Zvicër në një moshë pak më të vonë. Nuk është e njëjta lumturi si në vendin tënd. Në asnjë moment, në asnjë rast. Integrimi është i vështirë, mësimi i gjuhës është i vështirë, kultura, përshtatje me kulturën e vështirë, pra kërkon kohë gjithçka. Dhe ti asnjëherë nuk do të ndihesh me peshën që ke në vendin tënd. Kështu që duhet jetë kjo mundësi për të rinjt, për t'u rikthyer. Kur mendon që mund të jetë gati kjo mundësi për të rinjt? Shiko, unë mendoj që ne duhet, përveç pragmatizmit që na karakterizon tashmë si të rinj, edhe si jetesa në kohë moderne, që jemi pak më pragmatike të gjitha, mendoj që duhet kemi edhe një dozë patriotizmi brenda, edhe ta ushqejmë këtë gjë, duke e kuptuar që është vendi ynë që ka vlerë dhe duhet luftojmë për vendin tonë. Luftojmë që t'i sjellim këto mundësi në vendin ton. Aty ku ka padrejtësi të ngrihemi për padrejtësitë, jo të ulim kokën edhe ta pranojmë, të vazhdojmë punët tona. Pra të ngrihemi, të ngrem zërin, të angazhohemi, të jemi vazhdimisht në shërbim edhe të komunitetit dhe vendit. Pra jo vetëm duke parë punën tonë, shohim punët tona dhe sepse do pastaj do vi edhe tek ne. Siç ka ndodhur. Realitetin e njohim mirë neve këtu. Marrëdhënia jote me vajzën. Tani, e supozojmë se vajza është nesër do të thotë, unë do iki, nuk do rri më në Shqipëri. Cila do ishte përgjigjja jote, Floriana? Unë kam një fat madh që prindrit e mi ma kanë mundësuar që ne të kemi dhe një shtetësi amerikane, cilën unë ja kam përçuar edhe fëmijëve. Dhe nga babai kanë dhe një shtetësi zvicerane. Dhe ky është një fat shumë i madh që fëmijët e tjerë nuk para e kanë. Dhe unë jam shumë e ndërgjegjshme për këtë, ashtu siç edhe fëmijët e mi një ditë do bëhen të ndërgjegjshëm. Pra, me mundësinë për të lëvizur, nëse
nuk ndihen të lumtur në Shqipëri. Por unë si nën shqiptare dhe me bashkëshortin tim po shqiptar, që na pëlqen Shqipëria, që e duam vendin, edhe që ne i kemi marrë fëmijët të vegjël për ta përjetuar edhe ata fëmijërinë e tyre në Shqipëri, ashtu siç edhe ne dikur. Sigurisht unë do doja që fëmijët e mi, pas eksperiencës së tyre në përbot, të kthehen prap këtu ku i kanë rënjët dhe këtu ta ndërtojnë jetën dhe fatin e tyre. Pastaj është zgjedhja e tyre, po unë kështu do doja. Do t'i shkoja nga mbrapa ndonjëherë? Po, do të shkoja, sigurisht do të shkoja. Normale. Do të shkoja, sidomos kur janë të vegjël gjatë shkollimit. Unë mendoj që tani duhet kaluar sa më shumë kohë me fëmijët, duhet mbikëqyrur, mundësit janë për të komunikuar, për të folur, edhe ndoshta t'i shkëpusim pak edhe nga kjo bota e digitalizimit edhe të kalojmë çik më shumë kohë me njëri tjetrin, më shumë kohë. Florina, jeti ajo mami që i plotson çdo gjë fëmijëve? Jo, unë jam blen gjërat shtrenjta? Unë jam mama shumë strikte, unë i blej gjërat të lira fëmijëve, sepse s'ka kuptim të blesh fëmijëve gjërat shtrenjta, kur përdoren shumë pak, dhe unë mendoj që edhe kur t'jen në një moshë që mos i përdorin pak, po që t'ja blej unë prap nuk do t'i blej gjërat shtrenjta, sepse fëmijët duhet ta dinë vlerën e gjërave, edhe e të punuarit, edhe të ndërtuarit diçka vet. Duke ja ditur vlerën, pastaj do t'i vlerësojnë më shumë. Bravo, për këtë të përgëzoj shumë. Okej, Floriana vetëm mediton, lexon, çfarë bën? Po, unë lexoj, dëgjoj shumë emisione online, shumë podcaste online, frymëzohem përmes këtyre mësimeve. Kam dhe unë ato podcastet e mia nga të cilat frymëzohem, që marr këshilla, që shkëputem dhe që ndroj me veten. Po, edhe meditoj, edhe mundohem mos mendoj shumë, sepse edhe mendimi i tepërt nuk është mirë. Dhe meditimi është pikërisht një paqe e mendjes nga mendimet e tepërta, dhe mendoj që njerëzit kanë nevojë për këtë, sepse në kohët e sotme ku ka kaq shumë informacion nga të gjitha drejtimet, njerëzit kanë nevojë të rrinë dhe një çik në paqe dhe të reflektojnë. Të përballen me veten. Të rrinë me veten. Edhe të rrinë dhe pa menduar. Edhe kjo është e rëndësishme. Thjesht pushojnë, të rrinë. Bën palestër? Jo, nuk bëj. Kjo është një nga defektet e mi, që nuk bëj palestër. Nuk bën palestër dhe ke mban dietë? Jo, nuk mbaj as dietë, po tani Fatjona të kuptosh që unë jam 15 kg më shumë se sa ç'kam qenë dikur, para se sa të bëhesh anon. Dhe 15 kg janë goxha shumë. Tjetër se unë jam e gjatë dhe nuk duket shumë, por edhe pse unë nuk gjej justifikim që nuk kam kohë të bëj palestër, edhe kështu, edhe pse nuk është e vërtet, sepse njeriu duhet gjej gjithmonë kohë për veten, mundohem që mos të abuzoj shumë me ushqimet. Mendoj që mënyra ime të ushqyerit ka ndryshuar me kalimin e kohës, jam shumë më e ndërgjegjshme se çfarë ushqimesh janë të mira për trupin, dhe mundohem që të ha ato, pra më shumë protein, mos të bëj dhe një çik fasting, pra mos ha shumë darkë e të gjitha. Por shëndeti fizik është shumë i rëndësishëm, edhe bërja e palestrës, dhe mendoj që me kalimin e moshës do ta përmirësoj gabim. Dhe japësh forca duke pa Florianën me girat. Shiko, unë të kam përballë, kam parë gjithmonë nga televizioni, nga televizori ose nga rrjetet sociale, dhe shikoj që nuk ke as një shiring në fytyrë. Dhe shumë mirë. Shumë mirë? Shkëlqen. Çfarë mendon? Do t'i bësh në të ardhmen ndonjë? Shiko, unë nuk është se them jo, por dëgjoj, edhe unë jam duke u zhvilluar si njeri në mendime, shikoj prot, shikoj kundër, shikoj që bota ka ndryshuar në sensin që mosha nuk është më as problem. Jo, është thjesht një shifër, për disa është thjesht një shifër, dhe gjithmonë njerëzit po rinohen përmes këtyre shiringave, operacioneve, dhe duken shumë më të rinj dhe ndihen shumë më mirë, kështu që unë këtë ndoshta mund mos ta gjykoj. Por nga ana tjetër pastaj shikoj edhe modele të tjera të njerëzve që plaken me fisnikëri, edhe me rrudha të tyre,
Edhe kjo më pëlqen, kështu që unë nuk di ta them. Nuk di ta them, jam akoma e pavendosur se çfarë do bëj, por mendoj që ajo që është e rëndësishme është që njeriu të jetë okay edhe rehat me veten. Me veten e tij. Të jetë rehat me veten dhe gjithashtu të qëndroj brenda natyrshmërisë. Tani Floriana dua të të shoj në kuzhinë. Si ke marrëdhëniet me gatimin? Kam disa marrëdhënie të krijuara rishtas. Nuk kam qenë një kuzhinjere, s'kam qenë as pak kuzhinjere, në fakt, deri përpara një 2 vjetëve kam mësuar tamam të gatuaj. Po mirë, nuk ka problem. Po, më është dashur që të gatuaj për shkak se edhe dadoja që kisha për fëmijët u shkëput, edhe unë mora një iniciativë për të qenë vetë edhe për t'i gatuar vetë fëmijëve, dhe tani që gatuaj vetë them duhet e kisha bërë më herët, duhet kisha mësuar pak më herët, fëmijët e shijojnë shumë gatimin tim. Ku ka më mirë se dora e mamit. Nuk është se unë jam në talent, as nuk kam talent, as nuk më pëlqen specifikisht që të gatuaj, por e bëj se duhet. Dhe im shoq dhe fëmijët janë të kënaqur. Janë kënaqur, kjo mjafton. Cila është ajo receta që do veçoje që ma të krenohesh? Okej, këtë e bëj shumë mirë. Shiko, unë gatuaj përgjithsisht pjata tradicionale, ato që më ka mësuar mami im. Tafkosi, mish me patate, supra, gjellëra, të gjitha këto dhe besoj mirë ndalin edhe fëmijët janë të kënaqur. Nëse për shembull po marr medias ose politikës do i vije një emër gatimi, cili do ishte? Mindaj veç. Oh, wow. Politikës do t'i vija një emër gatimi? Pse kisha menduar ndonjëherë këtë? Por politikës në një gjë kështu të fortë do t'i vija. Në gjë kështu të fort që bie. Në i mish kështu i pagatuar mirë. Okay. Kurse media s'në qikë më kështu. Më bukur, më but. Më sup. Shumë mirë, sup me perime, se i ka të gjitha brenda. Pushimet si i kalon? Tashi që e bërë me fëmijët? Pushimet i dua shumë, gjithmonë i kam dashur pushimet, kush nuk i do pushimet. Po dhe unë nuk të pyes kot se di që... Të gjithë i duam pushimet, unë kam udhëtuar që shumë e re, edhe kam pasur këtë fat edhe duke jetuar në Amerikë, edhe duke qenë kështu me përgjegjëse për veten time, me parat e mia që shumë e re, dhe kam eksploruar shumë vende nëpër botë, në fakt. Kur udhton vetëm, domethënë pa fëmijët, sigurisht shikon vende më të largëta, e shijon më shumë, kurse me fëmijët tani do s'do janë këto gjërat e fëmijëve, jo akvaparku, jo pishina, jo plazhi, jo plazhin unë e dua vet, po pishinën nuk e dua fare për shembull, edhe prap shkoj se e pëlqejnë fëmijët, kështu që jemi përshtatur. Megjithatë, unë mundohem që edhe me tim shoq të udhtoj, edhe të kemi dhe një çik kohë në çift. Ku i lë fëmijët? Edhe kjo është e rëndësishme te mami tani. Te mami, po, i çoj në mami me babin jetojnë në Durrës ende dhe i çoj atje dhe ata kënaqen se kanë edhe kështu si mini udhtim edhe ata vetë. Aha, kënaqen gjyshrit normale me bebushat. Mirë, Floriana, unë jam nuk e di. Ndjem shumë mirë që po e bëjmë këtë intervistë të dyja. Faleminderit, edhe unë uroj sepse nuk e di, po kur më përmend atë emrin e Durrësit, sikur më bie një kështu dhe kam shumë pyetje për të bërë për Durrësin. Jam vetë nga Durrësi, kam bërë shkollën te Naim Frashëri. Por kam qenë brezi, domethënë ti në vit parë, si bie, ti në vit, nëse do ishe në vit 4, tu në vit 3, kështu që nuk kemi takuar. Çfarë mban mend nga Naim Frashëri? Do ta pres këtë kështu për rill se dua ti shërbeja se shkollë. Tani unë ta thash, unë nga Naim Frashëri mbaj mend. Përveç babi drejtor. Mbaj faktin që babi im ishte drejtor. Kë kishe kujdestare nëse mund ta mbaj dhe? Kam patur zysh Dhurata Gjoka, ka qenë atëherë, ka qenë mësuese gjeografie. Shumë e mirë, ajo ka qenë mësuesja ime kujdestare, po mbaj mend edhe faktin që edhe atëherë në vit parë unë kisha qef që të drejtoja spektaklet e shkollës, edhe madje kam edhe disa fotografi nga ku kam drejtuar një spektakël, kam modeluar veshje të një stiliste në atë kohë. Pra,
kam qenë e predispozuar të Për pëlqeja këtë skenën botën edhe e televizionit edhe drejtimit të shfaqjeve. Kështu që, kujtime shumë të bukura kam pas. Po plazhin Durrës, se tani fole për udhëtimet në përbot. Më përmend pak Surrilat. Kam shumë kujtime nga Durrësi. Unë jam rritur atje, kështu që normalisht që kam shumë kujtime. Po shtëpinë, lagjen e vjetër kemi pas te shkolla fizikulturës. Edhe e kemi akoma aty te shkolla fizikulturës. Dhe unë, domethënë përveç gjimnazit, unë kam qenë volejboliste për shumë vite. Fatjona nuk e di apo jo, po unë kam luajtur volejboll për 11 vjet. Jo, e shoh. Po. Dhe kam qenë edhe pjesë e ekipit të Teutës në Durrës. Dhe kujtoj me shumë mall gjithë kohën që shkoja bashkë me shoqen time, Borën, që gjej rastin ta përshëndes tani. Dhe Bora ecnim bashkë të dyja, bënim rrugën për në stërvitje çdo ditë, luanim volejboll, bënim stërvitje, ktheheshim në shtëpi bashkë. Pra këto kanë qenë kujtime shumë të bukura, dhe përveç kësaj, pastaj sigurisht edhe plazhi, plazhi me prindrit që kemi shkuar, por pastaj më vonë në vit parë në gjimnaz edhe renti me shoqet edhe ai plazhi me mami dhe me babin aty. Plazh publik, ka pas atëherë plazh publik. Shiko, atëherë filluan dilin këto plazhet privat, mbaj mend, edhe shkonim aty në Kurudha, ishte kështu çik më trendy edhe. Këto mbaj mend nga ajo kohë. Por do thosha këtë që prindit e mi prap kanë qenë prindër, do thosha liberal, që mua më kanë lënë që edhe të dilja, të shijoj, aq sa mund dilja në ishte Durrësi, po. Nuk është se do dilje kaq shumë, të kujdesshëm, po prap domethënë ma kanë lënë që ta shijoj atë adoleshencën e hershme. Edhe nuk kam pas frikë, se për shembull prindrit sot edhe kanë pak atë merakun. Kanë pas frikë, madje unë do të thosha që kanë qenë vite të vështira në atë kohë. Kanë qenë vite 2000, 2001, 2002 kemi ikur në Amerikë dhe një ndër arsyet kryesore ishte pikërisht pasiguria, që edhe babai më shikonte që unë ndërkohë po rritesha, po zhvillohesha, tërhiqa vëmendje, edhe nuk ishte shumë e sigurt. Shqipëria dhe Durrësi. Po mirë, për më tepër për shembull unë referohem atyre partive që bënim 10-2 për shembull, 10 paradite me 2 drekës. Gjenim një lokal edhe thonim që është disco, është pub. Disco, po, ka qenë disco vërtet. Makumba, çka nuk e di tani mbaj mend, po bëshin ditëlindje 10-2 edhe kam përshtypjen që dhe unë kam bërë ditëlindje 10-2, 15 vjetorin. Kështu, unë të falenderoj. Tash një pyetje të fundit, se di që ti lexon, nuk e di, më duket kështu si nga ato pris quhet, pris treshe, që i bën të gjitha, do një njerëz që bën çdo gjë, kështu shumë dimensionale. Mundohem. Megjithatë më lër të them një gjë, që nuk bëhen shumë gjëra në të njëjtën kohë. Unë mund menaxhoj 2-3 gjëra, por kam bërë në kohë, por në të tashmen është pak vështirë që të bësh shumë gjëra mirë në të njëjtën kohë. Po mendoj që ke dhe suportin e duhur, se bashkëshorti nuk e përmendë fare, kështu që pyet ose të ta përmendja patjetër, po bashkëshorti absolutisht më ndihmon shumë. Më ndihmon, është bashkëshorti përkushtuar dhe babai përkushtuar. Kështu që edhe ai ka punën e tij, edhe është i angazhuar, megjithatë familjen e kemi ndërtuar bashkë. Të ndihmon ndonjëherë, kërkon ndonjë ide për shembull për Elevate? Po. Si duken ai është vazhdimisht, im shoq është avokat, dhe vazhdimisht ka ide për çdo gjë. Për çdo gjë ka ide. Normal, është botën me tjetër sy. Po, dhe mundohet që t'i gjej edhe probleme aty ku s'ka probleme, dhe në njërë them unë, nuk dua këtë pjesë, dua vetëm po m'jep një ide, dhe ide m'jep gjithmonë. Sa gjeni. E vlerëson, ka qenë gjithmonë shumë mbështetës, ka qenë gjithmonë shumë nxitës dhe shumë pozitiv ndaj çdo nisme që unë kam marrë, dhe kjo është një fat shumë i madh, me thënë drejtën. Tash në fund, do të lë disa minuta sa të duash, të lutem Floriana, vëri një titull librit të jetës tënde. Oh, wow, prit se unë në re akoma. Jo, deri tani me gjitha këto gjërat që unë mendoj që pavarësisht njeriu shkruan biografi edhe pavarësisht se unë kam bërë shumë gjëra në jetë. Edhe jam me fat për këtë gjë. Mendoj që jeta ka kaq shumë gjëra ende për të bërë. Ka kaq shumë gjëra për të provuar, për të rritur, për të mësuar akoma. Dhe nuk e kam mbyllur. Po ne s'po themi mbyll, ti bëj vëllime sa të duash pastaj. Kështu që jo, nuk e di, ndoshta titull
do t'ja vija më vonë. Okej, më vonë. do të Ta bëjmë ftoj. këtë, ndoshta pas shumë Vazhdon. vitesh, më fton prapë dhe i vë një Vazhdon. titull. Por megjithatë, unë mund të them këtë, që deri tani titulli që do t'i vija do ishte pikërisht Elevate. Bravo. Të falenderoj shumë. Prandaj kam bërë këtë titull edhe dhe shkoj emisionit. fix. Shumë faleminderit Floriana. Faleminderit shumë. Floriana, di që ke një sipërmarrje të re, që është një emision që quhet Elevate. Jam kurioz me ditë çfarë t'inspiroi me nis. Dëshira ime shumë e madhe për të qenë vazhdimisht në komunikim me ndjekësit e mi edhe për të përçuar ato vlera që unë dua të përçoj tek shikuesit. A mund të më përshkruash me fjalë të shkurtra kush është ndjekësi jot ideal? Kujt i drejtohet mesazhi jot? Gjithkush që ka një qasje të mirë dhe pozitive për jetën, por gjithashtu edhe dikush që ndoshta se ka, por do ta ketë. Dhe vjen tek Floriana për ta gjetur këtë frymëzim për pozitivitet edhe një lloj frymëzimi për t'u lartësuar edhe për t'i bërë gjërat më mirë. Vëre që je një storyteller shumë e mirë. Desha me të pyet sa e rëndësishme është jesh një storyteller i mirë. A është më mirë me dhënë për shembull përgjigje të shkurta, precize, konkrete, apo me ditë me tregu, me bë immerse, si më thon, dëgjuesin? Shika, unë si natyrë jam disi edhe romantike, do thoja, dhe mendoj që storytelling dhe të treguarit të një historie dhe fabule në mënyrën e gjithsecilit është shumë e bukur edhe i jep kuptim gjithçkaje. Mendoj që edhe jeta në një farë mënyre është një lloj storytelling dhe ne vazhdimisht krijojmë historitë tona për të motivuar, për të bërë gjëra, për të frymëzuar, për të shtyrë përpara, kështu që absolutisht besoj te kjo gjë. Super. Cilat janë ato elemente që duhet ketë një storyteller i mirë? Për shembull, nga doktori Majmen kur isha më i vogël, thotë që fuqia e zonit, thotë. Zoni është shumë i rëndësishëm. Tupallet, tutoriale, trajnime në internet dikush thotë që storytellerët e mirë kanë një ritëm që flasin, kështu edhe ritëm muzikor, po ta studiosh. Në eksperiencën tënde, çfarë duhet ketë një folës i mirë? Shiko, unë mendoj që për mua është një mix mes të dëgjuarit dhe të lidhurit me audiencën edhe me personin që kam përballë edhe me ata që unë mendoj që më dëgjojnë, të lidhurit me ta dhe pastaj të krijuarit historinë time. Për mua është shumë e rëndësishme kjo lidhja, kjo energjia që krijohet. Dhe pastaj ajo në natyrshmërinë e secilit shfaqet në mënyra të ndryshme, dikush përmes zërit, dikush përmes buzëqeshjes, në rastin tim për shembull, dikush përmes gestikulacioneve, por janë mënyrat ndryshme, por për mua është shumë e rëndësishme sinergjia. Pra nëse unë e ndjej atë, pastaj edhe ajo që unë shpalos bëhet e tillë, bëhet shumë mirë. Pra nuk mund ta bëja dot me këdo. Po. Këtë mund ta them. Sinonimi i fjalës sipërmarrës është risku. Sa e rëndësishëm është për ty, edhe çfarë është risku më i madh që ke marrë, që e ke pas kështu një frikë të madhe, edhe pastaj kur e kalove e ke kuptuar që ishte gjë e duhur. Unë do të thosha që unë jam natyrë shumë e guximshme. Gjithmonë kam qenë e guximshme. Kam qenë e guximshme kur vendosa që të shkëputem nga familja 18 vjeç për të shkuar në New York, pa mbështetje, vetëm në një qytet aq të madh, duke punuar vetë për jetesën edhe për shkollimin. Kam pas guxim kur u riktheva, e lash Amerikën, u riktheva në Shqipëri. Pastaj kur e lash emisionin për të shkuar në Zvicër për të martuar dhe për të krijuar fëmijë, për të pasur fëmijë. Pastaj kur e lash prap Zvicrën për të kthyer në Shqipëri, kur njerëzit thonin njerëzit ikin nga Shqipëria pse po kthehesh ti, vazhdimisht kam marr riske. Kam marr riske kur u futa në politik, sepse ishte një fushë krejtësisht tjetër dhe njerëzit më pyesin ç'lidhje ke ti, edhe unë kisha atë idenë time që unë do t'rregoja një model tjetër edhe ky ishte misioni im. Mendoj që njeriu vazhdimisht duhet guxoj. Duhet guxoj në sipërmarrje, duhet guxoj në biznes, duhet guxoj në gjithçka që bën në jetë. Nëse nuk guxon, dyert të reja nuk hapen. Nuk hapen vetë dyert nëse ti nuk guxon. Dhe mendoj që vrasja e frikës është ajo që njeriu mund të bëjë
më shumë për veten e vet se sa çdo gjë tjetër në mënyrë që të hapen oportunitete dhe mundësi tjera. Super. Jam kurioz me ditë si e balancon butësinë e një femre, dhëmshërinë, dashurinë, edhe agresivitetin që duhesh me tregu për shkak në biznes ose në politik. Si e ke gjetë atë balancën mes të dyve? Unë mendoj që njeriu duhet të rri brenda natyrës vet. Unë sigurisht jam më pozitive dhe më e butë, do thosha, ndoshta në natyrën e politikës ose në fushën e politikës, por gjithmonë kam qenë natyrë guximtare, që merr nisma, që lufton për gjërat edhe luftarake shumë. Mendoj që njeriu kur i di vlerat e vetes dhe i zhvillon këto vlera vazhdimisht, pra kërkon të rritet, pastaj merr një lloj vetbesimi që gjithçka tjetër që është përreth nuk i intereson shumë sepse e di fuqinë e vetes edhe vlerat që ka. A ke një mësim nga doktori që mon me një këshill ose diçka politike ose një një shprehje? Kam shumë mësime nga ai sepse kemi punuar tashmë 4 vjet bashk edhe un kam parë vendosmërinë, ka një vendosmëri të pashembullt që nuk e kam parë tek askush tjetër. Ai në qoftë se merr një vendim i qëndron asaj gjës vetë dhe kam parë se si ai lufton për atë që beson edhe për kauzat e tij dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe i qëndron të tijës. Më ka dhënë këshill që unë duhet mbetem e pëlqyeshme për publikun, pra ndryshimi edhe në emisione televizive që dalësh dhe të bërtasësh edhe nuk është një model i mirë që duhet dhënë, edhe pse politika do s'do të shtyn drejt asaj, po unë jam munduar që mos ta dhe pastaj që lufton drejt kauzës. Kjo është vendosmëria. Sa vështirë është punësh me Sali Berishën? Duke ditë shumë e thjeshtë. Vendosmërinë, ndoshta kërkesën e llogarisë. Shumë e thjeshtë, do thosha sepse ka një ndryshim shumë të madh mes Sali Berishës politikan dhe çfarë përçon në ekran dhe atë që ai realisht është. Ai është një njeri shumë gentleman që nuk e shfaq këtë në fakt. Shfaq një natyrë më të ashpër dhe më të fortë, se ndoshta ashtu e do edhe politika, po kur e njeh përtej ekranit, ai është shumë njerëzor, është shumë i këndshëm në biseda dhe është shumë i mirëkuptueshëm. Pra ne mund të flasim hapur për gjithçka, në fakt edhe ke një bashkëbisedues shumë të mirë përpara. Për sipërmarrësit të rinj, cilat janë ato industri që ti mendon se është më mirë me u fut në këtë periudhë që kanë një potencial? Po, unë mendoj që tani bota siç ka ardhur, gjithkush po bëhet sipërmarrës. Dhe nuk konceptohet më që ti të punosh për dikë, dhe gjithmonë edhe pak ti do punosh për dikë. Mirë është që njerëzit të fokusohen dhe të ndërtojnë gjën e tyre në gjithçka që synojnë. Pra, nëse më përpara e çuditshme në fakt se si ka ndryshuar bota, nëse më përpara prindrit ty të sugjeronin, okay, bëu doktor, ose bëu profesor, ose inxhinier, ose kështu. Sot është shumë e rëndësishme që gjithkush të di se si të krijojë një sipërmarrje vet, sepse inteligjenca artificiale ka arritur në ato nivele që realisht po i merr punët njerëzve dhe shumë gjëra do bëhen përmes inteligjencës artificiale, kështu që gjithkush duhet të di se si ta nis diçka vet, pra të ketë një sipërmarrje të vetën, qoftë në IT, qoftë në çdo fushë tjetër, por të jetë vetë nismëtar, pra jo i punësuar. Dhe unë, për shembull, fëmijëve të mi këtë do t'i sugjeroja, që të marrin guximin që vetë të hapin diçka dhe pastaj duke e përdorur dhe inteligjencën artificiale, sepse është e rëndësishme që të eci me kohën. Është mjet. Po, është mjet. Ta përdorë inteligjencën artificiale në mënyrë që të arrijnë objektivat e tyre të biznesit, por gjithkush duhet të di të bëj biznes. Dhe përveç kësaj, absolutisht që gjithkush përveç biznesit duhet të di dhe se si ta komunikoj dhe marketoj biznesin, sepse ti mund t'jesh shumë i mirë në diçka, por nëse nuk të njeh njeri dhe ti nuk e marketon biznesin tënd, ti mbetesh tek ajo fllucka jote. Dhe suksesi është sigurisht shtrirja edhe
edhe njohja. Super. Jam kurioz me ditë, a ke bë prova para pasqyrët për komunikimin, për të folurin, për body language? Se po më thotë jona që kam pas një periudhë. Edhe unë për vete i kam bë. Ndoshta, kur kam qenë e vogël, tani jo më, por sigurisht që shikoj emisionet e mia edhe shikoj për shembull, sidomos emisionet politike, ku nuk duhet ta ngre shumë zërin, ku duhet qëndroj brenda natyrës time. Pra e shikoj me sy kritik, po jo që të bëj prova, se tashmë u bën shumë vite dhe kam perfeksionuar këtë, por mendoj që gjithkusht duhet jetë kritik ndaj vetes, se të shikoj ato gjëra që mund të përmirësoj pak më shumë. Nëse do ktheheshe pas disa vite te Floriana 15 vjeçe. Ç'a mendon se do thoshte nëse do shikonte Florianën sot? Si do reagonte? Mendoj se do më thoshte mirë ja ke dalë. Po ti ç'a do i thoje? Unë do t'i thosha take it easy. Mere shtruar, shijoje, sepse shumë herë ndoshta edhe nga mosha i kam përjetuar shumë gjërat. Edhe me kalimin e kohës dhe me duke u pjekur më shumë, njeriu kupton që gjërat thjesht duhen shijuar, pa u përjetuar kaq shumë emocione. Por që edhe emocionet janë të bukura se janë të moshës, mendoj. Por mendoj që pjekuria vjen pikërisht duke shijuar çdo moment. Unë jam një sipërmarrës i ri, edhe sinqerisht nuk më intereson politika. Mendoj se atë ndryshimin të mund ta bëj vetë me klientat e mi, me skuadrën time, me podcastin duke dhënë një mesazh për të rit. A mendon se duhet më shqetësoj? Domethënë fakti që nuk marrëm me politikë, ose a duhet kemi një sy tek politika? Gjithmonë duhet me pas një sy te politika. Pavarësisht çdo gjëje që ti bën individualisht. Ka disa gjëra që bëhen në komunitet. Ti mund të jesh sipërmarrës i ri, edhe shteti një moment ty të takson ashtu siç ti nuk e pret kurrë. Dhe ti të gjitha këto fitime që kisha më përpara nuk i ke më sepse duhet ja japësh taksat shtetit. Kështu që mendoj që çdo sipërmarrës duhet të jetë i mirë informuar, gjithkush, jo vetëm çdo sipërmarrës, por gjithkush duhet të jetë i mirë informuar për politikën, ti di të drejtat e veta, edhe aty ku nuk shkon të ngrihet për ta bërë jetën sa më të jetueshme mirë në vendin e vet. Pyetja e fundit, pyetja tipike e podcastit. Okej. Nëse një ri shqiptar është aktualisht jashtë shtetit, është duke bërë një shkollë, duke marrë një profesion, një skill set, trajnime etj. A do i sugjerohet kthehet në Shqipëri, ta nisin aktivitetin këtu? Po. Absolutisht. Unë mendoj që të gjithë shqiptarët duhet ta mendojnë që mbasi marrin këto aftësi diku tjetër në një shkollë më të mirë edhe marrin edhe përvoja jetësore, të gjithë duhet ta kenë si synim që të kthehen në Shqipëri. Dhe ky është ai patriotizmi që po flisja më përpara, edhe me Fationën, që shumë i rëndësishëm, edhe që duhet ushqyer i gjithë brezi i ri që ta shikoj Shqipërinë si mundësi për të kthyer, për të zhvilluar gjën e vet dhe biznesin e vet, por gjithashtu edhe se nuk ka realisht vend më të mirë në botë. Pse? Jo se ti nuk gjen vende ku ka natyrë të jashtëzakonshme. Ka. Por ama një vend që në një distancë kaq të vogël i ka të gjitha, zor se gjen. Kur do të tregoj një episod kur doktor Berisha ka dalë për herë të parë dhe ka takuar presidenten e Zvicrës në atë kohë, kishte thënë që si është Shqipëria, ishte pyetur ajo në vitet 91, më duket. Edhe ai tha një Zvicër me det. Dhe asaj nuk i erdhi mirë, ndoshta. Sepse Zvicër me det, ku e gjen Zvicrën edhe aq më tepër me det. Por në fakt kështu është Shqipëria, një Zvicër me det. Dhe ne duhet punojmë shumë fort, sidomos brezi i ri duhet ta ketë këtë përgjegjësi mbi supe që Shqipërinë ta bëjmë një vend ku jetohet mirë për të gjithë shqiptarët. Kjo është edhe mesazhi që japon. Në Shqipëri mundesh me dalë shumë mirë, edhe fakti që nuk i kena zhvilluar me shumë gjëra në fakt, po ta shohësh me sy sipërmarrësit është një mundësi. Absolutisht. Sepse ku mungon diçka? Shiko, unë përpara se ta mbyllim mund të them edhe eksperiencën time të jetuar në Zvicër për 4 vjet. Patjetër. Zvicra ne tentuam edhe hapëm 2 biznese atje,
dhe mua më mësoi dhe se si hapet biznesi, po Zvicra për shembull është një vend ku nuk të lejon që ti të ecësh në biznes. Ai është një vend ku ti shkon edhe ke një punë, je i punësuar diku, punon ose për shtetin, punon ose për privatin, por nuk ta lejon ty këtë komoditet e të zhvilluarit sipërmarrjes. Ndryshe nga Amerika, që Amerika për shembull është vend i mundësive, dhe absolutisht gjithkush që do të arrijë majat mundet t'i arrijë. Po Zvicra për shembull nuk ta lejon. Kështu që Shqipëria mendoj që është ende një vend ku mund të bëhet biznes edhe absolutisht që të rinj të vinë edhe jo vetëm të bëjnë biznes, por edhe të bashkohen pastaj për ta çuar vendin në drejtimin e duhur. Super. Shumë faleminderit Floriana. Ishte kënaqësi me të pas. Edhe jemi mirëpritën gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese. Edhe ju.